Komuniteti shqiptar amerikan në Illinois bashkohet komunitetit Cham në ditën e kujtimit. Komuniteti shqiptar amerikan në Illinois pati nderin të bashkojë komunitetit çamërisë për kujtimin e ditës së kujtimit të viktimave të genocidit ndaj shqiptarëve çamërisë, duke festuar njëkohësisht forcën dhe vazhdimsinë e komunitetit përmes zgjedhjes së 2 përfaqësuesve të çamërisë në bordin drejtues të AACL. I organizuar në një atmosferë të ngrohtë familjare, pikniku mblodhi shqiptarë gjitha brezave nga të moshuarit dhe të lindur në çamëri, të cilët mbanin kujtime të drejtpërdrejta për vendlinjen e tyre deri tek familjet e tjera, fëmijët të cilëve mbushën parkun me lojra dhe gjarëllëri. Aktiviteti u bë mundur në kushtimin e punës të palodhur të Adelsa Otit, antare e bordit, dhe Eltona Demit, vullnetar për shumë vite, antare nderi i AACL. Shpreh mirënjohjet sinqert për Adelsën dhe Eltonin dhe organizimin e këtij aktiviteti të mrekullueshëm. Në aktivitet morën pjesë kryetari aktual i bordit, Eton Shaqiri, si dhe kryetarët e bordit, Xhaneto Arusha, Bujar Breznica, duke reflektuar vazhdimsinë e unitetit të mbështetjen udhëheqës së AACL në vite.